Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër këtu te kanali jem. Unë jam Elda dhe sot do të kena një vlog 3 për juve. Ky vlog ka me pas shumë gjana në te. Besoj domethënë. Por ama do të kena përgatitjet për Bajram. Do të kena shumë gjana mbash. Do të kena shumë detaje, ndoshta shumë gjana, kështu si do të bënej deri fund për me, po sot ka dalë koha shumë e mirë, por gjithsesi unë nuk do dal sot. Sepse Venusa mësë fëmija janë në shkollë sot, edhe është 2 ditë për Bajramit, Venusa më në shtëpi me sistem më pak me pastru kështu. Si që kam unë e ves. Edhe po, thash, edhe plus që për 2 ditë, 3 ditë që po marrën Ramazani, thash, pa mirë dalë javën tjetër kuj punë që kam e blej gjana e kështu. Edhe kështu më në me dalë edhe me pi kafe atë ditë, se tash më ka marrë me thonë drejtën me dalë me pi një kafe. Si, normalitikisht para Bajramit s'kishte se si ndryshe mu mos me m'dalë puçrat në balë. Po, edhe këto, si shifet, nuk kishte se si ndryshe më nullë kjo gja, po m'dalë puçrat. Si gjithmonë njërës, në gjdo event, në gjdo rast, gjithmonë kur ka me bërë diqa kanë më m'dalë pika, puk. Pranej, kam tash një muj që një puqër nuk ka dalë. Tash, pap, dalin, 30 copë për herit mundësisht. Edhe në pikë balit këto mundësisht del ma kryezorja. Edhe këtë herë që kam shku me hek vetat, me ka hek një tjetër, jo aja që me hek gjithmonë, mi ka hek katastrofë, mirë që me ka hek holë, pës mi ka pastruas mirë. Edhe tash ti kam problem, me dash më shku me hek edhe një herë, kam frikë se po më hollohen shumë. Kështu që më duhet me i duru kështu deri të më dalin krejt, edhe të shkoj të heku, se s'kam që baj tjetër tash. Po, të vazhdoj pa hupko me sistemu venin. Më duket dhomat për mesin për nesër, për me i pastru, për gjithsesi nuk ka gjasa aty ma shumë të eshat, të këta raqët e kështu. Pra ne, të regu dhe i këta tjerat. Se du me la, sa barë dola për se du me la dhe tapetin faktikisht, se është ba me njolla edhe deshta me la ma si të njës janë shpi për he. Dikush për jo është din një metodë se si lahet tapeti me hek njollën, i kësha da shumë valojnë si hek shil, se unë kam blej tapet barë me 2 fëmijë veqe, por që se faje. Unë e kam veç një metodë. Metoda jeme është sot është njollën me shku me i haferi edhe me kru vrrrr. Për problemi është he banda njolla këtë vogla që unë nuk i veri në moment edhe mesin. Po, si është një i to që ka ra një kas për t'ju tregoj. I to i ka ra blesës kosi me kakao edhe duket pak si hije, ose nështë të më mbojnë sy të ka qift. Edhe unë e kam la direkt me feri këtë, për nuk hek, a hek, për kam et hija. Më nëmë me la disi tapetit. Aty do i iken, do si iken. Por gjithsesi do të më nëmë me gjitha në mënyrë tjetër, se që të bajsë, s'pëdi. Nuk janë njolla që duken, nuk janë njolla të moja, thjesht kanë metë si hije. Edhe këtë gjë mu më bezdis, se unë e di ku ashtë dhe mu ma ka pësynit e re. Ka që është problemi, nuk është problemi se bënë sy baun. Faktikisht pak bojnë të veshoj. Do t'ju trege ma vonë kur të thahet, a bajnë as bajnë. Për dark thash sonte për baj lasagna, se t'je ju thasha jo, për gjithse se zora mishin e grim, edhe të ashtë pënezi një lavatrice, për shtopaj pak salonin edhe guzhinen, edhe shof sa ko met atëherë, edhe po baj qa mune me ba tjetër. T'ju tregoj paka shumë, se për i kam ka ardhë mu kjo menimi që para se me ik dhët me lanë gjënët të regullume, për Bajram dhët me pastru, para se me këndit linja dhët me pastru, para hasaj dhët me pastru, këtë dhët me pastru e tana këto i kam për i gjyshes të me pastra, Ahmet se ka dek, i kam për i saj gjyshes që më ka rrit, aja më thot e gjithmonë, qërejt, se kur qëka shte buri, shpje dhët me kene pastër, kur të ashtu dush me kene pastër, dush me regullu, para se me ik dikun, kur del ma bate, si kur edhe 5 minuta me datë, kur thot e mos e len shpinë po regullu, se vjen dikush të kanë dike në rrugët, thot, hajtë se po vje pi një kafë, thot e marë, ashtu të me ta gjitë ku shpinë ashtu. Edhe ka pas drejt. Po, ta shte unë e kam këtë menimin, du të me regullu, du të me pastru, du të me sistemu, se si dihet jetës. Kjo është Ramazani i parë që ma i krejt, edhe faktikisht, se ma ka marrë menjë që ka ma arrit me marrë krejt,
Po, jam shumë e lumtur. Eksperiencë ka shumë e bukur, jam kënaqur në Ramazanin, e kam majt, s'kam pas vështirësi, pak ditë e funit, faktikisht jam pak më të lodhshme se normalitikisht të lodhet trupi e kështu, pavarësisht se gjumi ka qenë më katastrofe. Për gjumë kam dek për gjumë, plus që ku nuk je ngim mirë në gjumë, edhe që je gjërushëm të lodh pak sa dam me pi një kafe, dhe që kështu sa me dal gjumi. Ama për tjetër, pik gjëhet s'kam pasën. Nuk besoj që nuk ka një mand, që nuk ka një qese me ilaçe në shtëpi që thjesht imana të për me i pasë. Imaginoni, kam kremna për gjinin. Qa s'kam, qa nuk kam unë në qantë. Mirë më gjesi nga dita tjetër, sot ashtë e shtune edhe sot kena dal për me shkudejt e BM, për me blejt të gjana. Tu kena sa bojnë qa përshim sot. Ti ndihesh javën tjetër këmi i note. Mirë, bukure, ka lezete. Me ikë me blejt do gjana për një kabu për kështu kufjet, edhe që më dosh me blejt tjetër, një kabu për kufje, po edhe do qeset vocla kështu për me fuda dhurata e kështu. Ka që kam dosh me blejt. Edhe shifena më vonë. Zna hime të BM, hime edhe të zhifi, edhe nuk gjet me kur gja që kërkume. Thjesht po dola me hina për gja tjetër, dola me ilaç për me la tapeti. Se nervat jam unë sa bajt me një tapet. Iki gjeler. Po, ma bas të bahe iki gjeler, a ma bën mu, pëse s'më fleti ja bën, më që me tani, thë mu të jetë më fa natën e mirë. E o zote malë, kështu njëz. Ka që ishte puna jonë. Tash për ikum dhe në avshan, të shrujmë që kolla aty, dhe shpresojmë që gjejmë diqa, se vahin pas zhjet me kurra, zdi. Pse më qanë ashtu? Banane, se pas gjet me kurra, sa gju me lek. Po ti duhet aja, tash ti mos ja fot katë. Faktikisht, ashtë dark, tash ti kur kam fillu mun ka kënë Nadje, por gjithsesi, erdhë me në shpi, ma si dorë në dyqane e kështu, dhe ja kena fut gjumit. Jena qu ka 2-3 orë, kam fillu me ba molto. Ashtë hera po që i provaj. Edhe dhe i dësh mirë duket puna, bërë qaves, kështu se nuk ju të rëguva recet, nuk ju të rëguva kur gja, një se hero dhe dyta nuk du mi ju të rëgu pak e në sigur që ashtë e mija. Santat si i bana, jo ka është një krejta shumë bëtë të dy, edhe këto. Këte doli si 7 në tramaj, po sa mas me e që da me futa një të, pëjtë të rëgojnë këtë për s'ka ra. Edhe këtë du të mi la 1 orë me pushu, gjatë që nuk e kisha pa, kur e kam pa recete. Por nese, gjithsesi, la 1 orë me pushu, atëherë të regaj ma vëzë se që kena me ba. Okej, njerëz, tashti, unë e kam pak ko për vetin, se bluisten edhe mejtisin i lash me sabonin edhe janë të pa neshjen. Flok t'i kam katastrofë si i lava par, por si tjera direkt, se nga që erdi koha iftarit, ose mujta. Kështu që tashti po i tiri, unë shpejt, edhe jam qysë tjena gjysë po atjena, po i krehi fije, kështu se të sanë të du mi të rejtu. Kam vu edhe ata mu pjek. Kam fillu me përdori këtë vojin për flok, edhe është i mirë faktikisht, me marë flok të bruta, është edhe për me tirujt kundra dzëtsis, por të njëjtë në kohë me tull edhe këta, si thëmë shrujnë, elektricitetin. E flokve këta qimet e vogla e kështu që janë. Si të vazhde tjeri flok shpet po hupku. Këtët u banen, kanë dalë super, edhe të shishme kanë dalë shumë të mira. E kina bo një tjenet kret, se nga që se cika zbloje sa s'kugja, edhe veç fusim raqe. Gjithës shka kam njotër, kam letra ditlinjes bluje, me edisit, kam letra vitit 3, kisha këto pjatat plastike që asë se tisha që i kam e para punës, edhe po, kam ato letrat që du mi vu shanta, të me i zbukuru.
njerëz me sa duket jam këthyn në një... Kështë ti me karrike në dhoma? Sa vaj me karrike? Me se me për të tavolina të qënë dhoma. Po, isha të ju thonë që jam këthyn një nanë shqiptare këtat vjetrat si më lelshin gjanat edhe rushin gjanat. Njështë jam balon të ashti. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Sot është Bajram. Edhe kina dalë me pi një kafe, nuk kam filmu faktikisht. Sabaj ka shku në gjami sot është falë. Edhe dishtë më shku po më nëmë që atje nuk shkojnë gra, nuk e dita si se funksionan. Edhe tha Sabaj faktikisht kishte shumë gra, kështu që i thash një tjetër do të vjedhëm në ty. Edhe isha allon të pak shumë në Instagram e kështë gjanash. Edhe kanë marrë dhe ma me ami ma vonë për me ba Bajram këto. Edhe ma nena se të ashtu kina me dalë me pa karnavalet. Të ashtu të kanë buk i herë. Duket pak e qëdiqme sot natë jem më qu me hangër buk e kështo, prene. Me bo mizditën më hangër më duket e te, për tash. I ka njerës të ashti flasim ma orë, shifna ma vonë. Nejna të bërë gati për me shku dhe të karnavalit, si që thash u bërë të në lagje. Edhe se kuptoj pëse më ka dalë shumë kështo e zezë këtë ditë me i kapi, ka dalë pak keq, por s'ka gjam. Të ashti jena të bërë gati shpit e shpit, edhe me la gjanët të sistemu, sa të e kënë marrë me nejtë këto njerëzit, edhe po, kaq. Ta bëj gati me i disin të veshë gjingësa sot, se ishte shumë ftoft. Nadje kam dalë në fustan, jam ngri. Me po. Mirë mëngjesi nga dita e tretë e kësaj vlogut. I quve fëmijët sot në shkollë, Sabaj i takoj pushim sot. Kështu se dolme edhe gjëru shumë ma nuk jena, kishte ko që s'kina dalë kështu nadjeve. Edhe venosë për me dalë. Po, tashti, jena të ik me pi një kafe. Pika e parë. Atëherë se di që do të bëjmë. Do të shifni edhe jo bashkë me mu se që do të bëjmë. Kështu që shifna ma parë. Ne më rritë me në qytet, edhe po shkoj me pi kafe. Mirë mëngjesi. Se i të shi erdi zoni. Shumë gjone janë të izolu si mjetë. Tashti, jena të ikë me pi kafe, se... Mes qytetit e po izolume, njerëz këtu në Francë, kam përshtypjen se gjysa apartamenteve ma shumë nuk janë të izolume. Nuk ka shans me kanë të izolume. Shumë që di që më duket. A nejna ku pik. Të ndrejgore, s'ke kam rrë vajta. A, ke ka në një qërë, po në një qërë ka ora, ma. Së bëtalë. Që me fanë verë në njës, në më në kom vjenë Shqipni, 30 vjetë Shqipni së tu në me. Shqip bot me sy pak. Kam gjithë fix fustani, qërë. Shuse buka kërë kam mu? Kërëse qa bleva. Faktikisht nuk njësa për me dalë me blej këtë gjallë, por hajtë për rrugë thashtë të bajtë në qojmë që kate edhe i gjeta. Kam blej këtë elastik, se mja ba pantollën blojsa ka një problem, sepse numri që i ka
janë fix për gjatësi, por për bele kështu shumë e dopt, edhe nuk i bajnë, kështu që thosht t'jave me elastik, edhe t'ja rregulloj se i ka shumë keq këto. Bleva dhe këto gjetat mishit, ngjyrë mishit, të zeza i kam i posh, që thosht i blej një ngjyrë mishit e kem. Edhe kjo t'regoj se që bleva... Kam blej pak këpuc faktikisht. I posh, më pëlqynen shumë, janë shumë verore e tana, por nuk jam e sigurt për ngjyrën, e kam pak në frikë. Por gjithsesi, i thash sa baj, janë të më pëlqy shumë, do t'i marr, do t'i baj provë me veshje që do më vesh atje ku t'shkoj. Nëse nuk më shkojnë, atëherë do t'i kthej. Pse? Sepse këto tesha që unë kam me marr atje, janë paka shumë tesha që unë veshje edhe në përditshmëri janë ngjyrat njësoj, nuk ka shterëm të marrë në i veshje që nuk kam ku e veshje edhe këto edhe po shkojnë me këta këpucë të kështu. E naj, kështu se ma vonë do t'i bajt provë, se këta shka me i kam një takim. Këta janë këpucë që kam ble, janë shumë bukra, janë ngjyrë bluhe, nuk kam pas kur kështu edhe këpucë ngjyrë bluhe, gjithmonë kam qëndru të ngjyrat e bardha, të zeza, kështu, edhe janë super të bukra, më kanë pëlqy për kur i kam pa. E hina me Sabani se kë faktikisht më thot drejten, e di që kur të më thojnë di qa ashte bukur, kur s'u ka dalë në shfjala. Edhe po, ka që ishim blemja që bana. Ka shti, i ka dhe shim ma. Diko këto ka ardhe funi kësa videos, shpresoj shumë që t'ju kemë pëlqy edhe si gjithmonë mos harroni me bërë like edhe subscribe edhe follow në Instagram edhe bashkë shifin atë video tjetër që do t'jetë videoja udhëtimit.